Ditën e shtunë me 24 janar 2026, opozita zhvilloi një protestë kombëtare në bulevardin Dëshmorët e Kombit, protestë që më pas e zhvendosën te godina e Kuvendit të Shqipërisë. Drejtuesi i Shqipëria bëhet Adriatik Lapaj, njeriu që e mban veten për opozitar, nuk ishte pjesë e protestës. Pse nuk ishte Adriatik Lapaj në protestën e 24 janarit? Se Adriatik Lapaj nuk u bëri thirrje qytetarëve dhe mbështetësve të tij të merrnin pjesë në protestën kombëtare të opozitës, apo Lapaj quan protestë vetëm faktin të marrësh një karrige dhe të ulesh përpara kryeministrisë me ditë të tëra. Pse Adriatik Lapaj nuk i ka ftuar demokratët të jenë pjesë e protestave të tij? Lapaj vijon protestat e tij i ndar nga pjesa tjetër e opozitës, ku ka njoftuar një protestë radhës më 31 janar. Protesta të cilat Lapaj i bën me vetëm 30 veta për interesat e tij personale, pasi kalon disa orë në ditë si roje përpara kryeministrisë. Adriatik Lapaj në protestën e 22 dhjetorit organizuar nga opozita, ndroi vendin e protestës së tij, duke quar karrigen te trotuari përballë, ndërsa me 24 janar, teksa opozita protestonte, opozitari Adriatik Lapaj ishte në Maliq për organizimin e protestës për interesat e tij personale. Fytyra e vërtetë e opozitarit Lapaj u pa në listat e bëra me aleatin e tij të asaj kohe Endri Shabanin për zgjedhjet e 11 majit 2025. Ata që pretendonin se ishin e reja e politikës shqiptare, dhanë një shembull që nuk ishte as pak i ri. Lista që kishin pjesë të tyre në familjarët e Lapajt dhe Shabanit dhe më pas çoi dhe në përçarjen e këtyre të dyve. Filluan sherret se kush do të bëhej deputet, Daja i Shabanit apo Ptezja e Lapajt. Interesi i tyre ishte dhe është karrigja. Shabani shkoi avokati i popullit, Lapaj shtrëngon karrigen duke bërë diversion ndaj opozitës. Adriatik Lapaj ka një sjellje prej pseudo-opozitari, pasi në fakt nuk kërkon as rrëzimin e Ramës dhe as bashkimin e opozitës, por karrierë dhe pushtet personal. I njohur si një nga ushtarët e Erion Veriajt, i financuar nga Soros dhe me financime të dyshimta të lëvizjes që ai drejton, Adriatik Lapaj ka vetëm halle personale se nga të profitoj më shumë. Më 24 janar në protest ishte shumica e opozitës. Partia Demokratike është forca më e madhe opozitare dhe në parimin bazë të demokracisë vendos shumica. Nuk mund të dalë dikush me 30 veta që e mbështesin dhe të pretendojë se është opozita. Megjithatë, fakti që PD-ja është forca më e madhe opozitare nuk duhet i ndalojë partitë e tjera opozitare të marrin pjesë në protesta. Protesta bëhen nga qytetarët kundër qeverisë, nuk bëhen protestat për Sali Berishën. Adriatik Lapaj nuk është opozita, është vetëm një fraksion opozitar i mbështetur nga pushteti dhe po sillet pikërisht si i tillë, si një shërbëtor i pushtetit. Distancimi i Adriatik Lapaj nga protestat e opozitës nuk tregon asgjë më shumë se sa faktin që është një instrument i pushtetit, instrument madje keq përdorur nga pushteti, i cili pretendon se po lufton qeverinë.